atë periudhë ishte dhe Amberi, ti frise me Amberin keq për këtë situatën time, për çfarë bëja unë. Edhe ndërkohë, aty brenda ti bëje kërceje me Olën. Bëje kërceje me Olën. Shoqja, e kupton? Kalojmë edhe ke Amberi, kalojmë. E kupton dhe unë sa kam duruar? Dhe edhe kam thënë dhe tjetër. Geta çfarë po bën? Duro, qa po bëj unë, po bëj këtë gjë. Ishte Ola aty si mu se ti bëj kërceje poshtë, e mbaj mend shumë mirë. Duro praj, nuk jemi ke Ola, jemi mos ma devio bisedën, sepse po të dëgjoj. Ndryshe që mos më thua që vetëm flet, po të dëgjoj dhe po t'ja përgjigje, nëse do kështu bisedën. Dakor, ndryshe filloj i them gjërat edhe së dëgjoj fare pastaj. Kur më the më motivo, sepse s'kam energji, më ka humbur energjia ai, Jozi ma ka marrë gjithë energjinë, sepse ishte situata me Olën. Të thash që Lori është një gjë, i thash mos e mendo seriozisht se ato nuk kanë asnjë gjë me njëri tjetrin, Jozi e bën për lojë, ose për të bërë ty xheloze, për të të afruar ty që ti shkosh ti nga mbrapa. Dhe mos të vi ai, kanë qenë këto idetë që të kam thënë. Dhe e para, dhe e dyta, të thash pastaj një ditë tjetër, më the prap që kam nevoj për energji më motivo, kur kemi qënë para domostrofimit, dhe thash, Lori, thash, pse jo, mblit veten, pse jo mund të shkosh, pse mos shkosh edhe ti në finale, ka qenë a dita ajo fjalia. Dhe më vonë, ka qenë prajmi, ishte prajmi me njëherë, një dita, 2 dit, nuk e mbaj mënd sa ka qenë, dhe të bëra përfaqësuese në divanit të kuq, motivim më të madh, dhe përfshirje më të madhe, se kjo nuk ka. Në rregull. Ashtu dhe, e para, prita mbaroj unë kronologjinë e gjërave. Dhe pas përfaqësimit të divanit të kuq, ishte periudha që unë po të thoj aty Lori qa po bën. Lori qa po bën, cila është ngjyra e divanit. Ka qenë përpara se sa të thoja unë ty përfaqësimin e divanit të kuq, sepse ishte dhe kjo tematika. Që ti thoje, jo, këtej më flisje ndryshe për Laertin dhe për Rozin, dhe këtej përballë atyre bëje sjellje të tjera. Dhe unë po të thoja, Lori, çfarë po bën? Po rrin me gjithë shpinë, sepse kërkon që të shpëtosh nominimit. Ka qenë ky diskutimi. Ka qenë ky, jo ta kam thënë unë. Mund të lexosh kështu, po nuk është kështu. E kemi diskutuar. Kjo çfarë po bën? Lori vjen rrin me ne. Ti shkon rri edhe me ato dhe ishin ca muhabete. Ishin ca muhabete që neve s'na pëlqenin. Edhe andej dhe këtej. Dhe pas kësaj që fazës tënde të vështirë, dhe ti ja faturoje gjithmonë këtë gjendje Jozit, thoj nuk di qa po bën, e di që po bëj gabim, se e thua ti këtë gjithmonë, e di që po bëj gabim, dhe më vonë se fshihesh pas kësaj. Më falë, thua ti, fshihesh, për çdo gjë thua, s'ka problem dhe unë bëj gabim, më falë. Po në fakt ti e bën sërish gabimin. Kur thua më falë, nuk përsëritet më gabimin. Kur thua e di që e bëj gabim, nuk përsëritet më gjëja. Kjo do të thotë që ti e bën enkas. Thua më falë dhe e përsërit të njëjtën situatë, do të thotë që ti e bën prapë. Se thua ama se i fusni më falë në fund edhe e mbyll aty çështjen. Kështu që ke situata me Laertin dhe me Rozanën, kur ishe përballë atyre, flisje ndryshe. Kur ishe me ne, flisje ndryshe, mbaje dy qëndrime, Lori. Dhe prandaj të thoja atëre, Lori, kush është ngjyra e divanit tënd, ta dim. Kaq ta dim. Ta dinim. Ti e di shumë mirë. Dhe ky ka qenë diskutimi. Dhe më the pastaj më vonë më the Gerta, e di çfarë gabim po bëj. Kam nevojë të më motivosh, nuk kam energji, dua të përfshihem, por nuk kam. Okej, dhe pas kësaj të thash përfaqësimin e divanit të kuq. Dhe që prej atij momenti ti je përfolur dhe je përfshirë në lojë, Lori.